Parkimi është I lartë në zonë, topi që betet aty kjo kses dhe 1-1. Minuta e 90, një gol vërtet mjaft I bukur. Një gol vërtet mjaft I bukur, por shkon të festoj. Provon vertikalizimin vrapon Bakayoko, gjithë Bakayoko në duel me Përgjoni, topi del te Kasa. Kasa edhe njërë për Bakayoko, provon Bakayoko, shmangë Doqi del përpara 3-0 Egnatia. Feston Stoli I skuadrës së Egnatias. Ujka provon të kalojnë ndaj Beqës, Ujka e Beqja, ky top dhe vjen goli. Bakayoko shënon. Zeinulaj drejt Bakayokos, që shkoni vetëm drejt portierit. Bakayoko pozicioni rregull momentanisht, më pas vjen goli. Realizon Egnatia me Sergio Ujkën. 1-0. Më pas Fernando e kthen dhe vjen goli. Bakayoko minuta e 90 realizon skuadra Egnatias, shënon. Lushkja tani provon nga fundorja këtar Kim Bakayoko, çfarë kthese, sa e bukur, por për fare pak e pas sakt. Mund të kishim edhe golin e vitit këtu. Kërkohet Bakayoko në duel me Stojanovic. Bakayoko provon të shmangu të shtari Bakayoko, topi tek Lushkja dhe 1-0 Egnatia. 1-0 Egnatia, minuta e 6 dhe nëse pristim garën e gola shënuesve e fillon ta fitoj për momentin. Vjen drejta e majta Bakayoko në rjet. Të shohim në rjet ka gol 2-0. Lushkja pasimi në qendër, topi që mbetet aty e gjen Selmani mes rëmujës. 1-0 Egnatia. Tu topi mbetet mes rëmujës, Bakayoko që e ngre dhe Ujka që me kokë. Kjo është shpejtësie me Sembenen Ismailin që shkojnë pranë tij, kalon ndaj Ismailit Bakayoko. Largon Xhemaili, rëzohet Ujka avion, aksioni Bakayoko.